Ka përfunduar kampionati kombëtar gjimnastikës artistike dhe vllaznia si zakonisht ka shkëlqyer me ekipet e saj, me kryetrajnerin Zbir Kashi, profesor, urime për përfaqësimin dinjitos të ekipeve shkodrane. Faleminderit Gaspar, ishte një aktivitet që na shfaqi shumë emocione dhe arritëm të përfaqësohemi mirë dhe të jepnim rezultatet nga mjaft të mira dhe presim tani rezultatet e fundit që po jepen nga federata. Ky aktivitet u organizu nga Federata Shqiptare e Gjimnastikës, e cila shkoi mjaft mirë, ku rreth 150 sportista morën pjesë në këtë aktivitet. Në krye, siç dihet, është Leonard Lulaj, i cili po bën më të mirën për sportin e gjimnastikës dhe do të shpreh një falënderim për stafin tim, në krye babain tim Latif Kashi, presidentin e shoqatës tonë Veselin Zako, Shpresa Salja dhe Mustafa Ramja, të cilit janë një forcë e madhe që po japin ekipit tonë të eci përpara. Profesor, me sa sportistë dhe me sa ekipe mori pjesë Shkodra në këtë kampionat? Shkodra ishte me 2 ekipe dhe 9 ekipe ishin për rreth krejt aktivitetit kombëtar, që është aktiviteti më i miri që duhet. Disa nga sportistët në të spikafra të ekipit të Bërgjës? Po kemi nga grupmoshat 7, 8, 19, kemi shumë vajzat të cilat janë Hera Mustafa, Sajra Hysaj, Megi Plavmyzhaj, Leja Qerimaj, Gjojla Neziri, Amatja Leshi, Merilin Islami, Michel Abitani, Maria Zefi, kemi mjaft vajzat, kemi edhe shumë të tjera të cilat janë shumë vajza që punojnë çdo ditë në palesat tona, por nuk arritën të bëhen pjesë në këtij aktiviteti. Cila do të jetë vazhdimësia e gjimnastikës shkodrane? Ne kemi parasysh se vitet e fundit jemi zakonisht fitues. Po, me ndihmën e presidentit të Federatës Shqiptare të Gjimnastikës, po shihet që çdo ditë po bie baza materiale e cila është shumë e duhur për gjimnastikën dhe ne shpresojmë që me anë të bazës materiale të arrijmë edhe nivele më të larta. Dhe kanë gara më të afërta për gjimnastikën artistike? Gara më afërt do të bëhet në Itali, ku shpresojmë të jemi pjesë e këtij aktiviteti, nuk e di, varet mbas të renditjes bëhet dhe përzgjedhja e gjimnastëve. Me që përmendet edhe ekipin kombëtar, sa gjimnaste nga Shkodra bëjnë pjesë? Duket se është boshti kryesor. Po, në bazë të aktivitetit të kampionatit kombëtar bëhet përzgjedhja edhe për ekipin kombëtar, e cila do të jetë me rreth 6 gjimnaste që do marrin pjesë atje. Profesor, urime për rezultate dhe suksese në vazhdim. Faleminderit Gaspar, faleminderit për mbështetjen tonë që je gjithmonë pranë nesh.